të turizmit. Fjalën e ka deputeti Qelaj. Pastaj kalojmë në emër grupeve. E nderuar kryetare, të nderuar kolegë deputet. E përshëndes projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për zhvillimin e turizmit në jug. Dhe jam shpresë plot që projektet e parashikuara do japin impakt pozitiv në zonat ku do implementohen. Por si deputet i Vlorës, dua të theksoj me forcë dhe t'ju kujtoj se në sektorin e turizmit është edhe Vlora, si bashki edhe njësi administrative. E them këtë pasi evidentova në seksionin 7 të këtij projekt ligji që kjo bashki nuk ishte parashikuar si përfituese e këtij granti, madje as Himara, as zona e lumit të Vlorës. Personalisht, mendoj se është një lapsus ose në një pakujdesi e artuesve të projektit, mos përfshirja në rolin e përfituesit mbretëreshës së turizmit. Turistët do të vinë në Vlorë, do të vinë për detin, por ne duhet mendojmë për më tepër se 45 ditë që është sezoni i turizmit detar. I kemi të gjitha potencialet për të zhvilluar disa lloje turizmi, si atë kulturor, edhe atë arkeologjik. Neve, për shembull, kemi turizmin malor. Është rruga e këmbësorëve nga Mali Çikës në Llogara, që lidh dy njësi administrative, Vlorën dhe Himarën, dhe që këto dy njësi nuk janë parashikuar në këtë projekt ligj. Kjo rrugë nis në lartësinë 1000 metra dhe arrin deri në 2050 metra, duke ofruar pamje spektakolare të Italisë së Jugut dhe pjesës më të madhe të Shqipërisë perëndimore dhe asaj jugore. Në majtë të kësaj rruge, njerëzit janë të veshur me rroba alpine, kurse në fund të malit, njerëzit janë me rroba plazhi duke shijuar rezet e diellit. Përse të mos investohet në këtë drejtim? Fluturimet me parashut mund të bëhen të paktën 8 muaj të vitit, si dhe turizëm natyror. Përse nuk rregullohet rruga deri në pikën ku bëhen fluturimet? Por ajo që na mungon është turizmi aventurës, si për shembull lumi i Vlorës mund të shfrytëzohet shumë mirë edhe për kajaket, sikurse ndodh aktualisht në kanonet e famshme të Osumit. Duhet të investojmë në trajnimet dhe në përkujda profesionale dhe tur operator që din ta shesin Vlorën si një ndër destinacionet më të mira. Dua t'ju kujtoj se në Vlorë këtë vit duhet të intensifikohen punimet dhe të përfundojnë investimet që janë nisur vitet e fundit dhe që nuk janë bitisur ende. Është evidentuar nga operatorët një rënje dramatike të ardhurave dhe turistëve për shkak të punëve të papërfunduara dhe pas një kohe kaq të gjatë të projekteve të zhvillimit të infrastrukturës dhe turizmit të vendit. Shqetësimet më imediate për 2017-ën janë për ato projekte të cilat duhet të përfundojnë ndoshta edhe më shpejt se sa e kërkojnë afatet e tyre. Më kryesore është shëndetësia e Bregdetit të qytetit të Vlorës, projekti i cili ka hyrë në vitin e 4 tashmë dhe nuk jep asnjë garanci për përfundimin e punimeve të vetave deri në fillim të këtij sezoni. Ishulli i Sazanit, i cili u promovua nga vetë shteti, por fatkeqësisht është bllokuar nga Ministria e Mbrojtjes. Përsëri një resurs të cilin operatorët e shesin si destinacion dhe si paket agjencive të huaja, por për vitin 2017 nuk kemi marrë asnjë garanci, as nga Ministria e Mbrojtjes, as nga Agjencia e Bregdetit për shfrytëzimin turistik të ishullit. Amfiteatri i Orikumit, ku për vite me radhë nuk është arritur asnjë marrëveshje nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dhe asaj të Kulturës për kufirin ushtarak. Si konkluzion, kemi një pikë arkeologjike e cila nuk po shfrytëzohet. Kalaja e Kaninës ka një infrastrukturë rrugore të amortizuar. Vizitorë të shumë që pushojnë gjatë verës në gjirin e Vlorës, vizitojnë edhe Kalajan e Kaninës. Ky fluks turistik dhe këtij objekti antik sjell një vlerë të shtuar për ekonominë e zonës. Rekomandohet përveç rihabilitimit të fasadave të objekteve dhe godinave historike të fshatit, fillimisht të gjenden burime financiare edhe për rikonstruksionin e rrugës që lidh qytetin e Vlorës me Kalan. Impjanti i përpunimit të ujrave të zeza në zonën e Orikum Radhim, ku është përfunduar 90% të investimit me vlerë $15 milion. Prej 2 vitesh është akoma
i pa shfryzuar. Nuk bën asnjë ndërlidhje të operatorëve turistik me këtë investim, por vazhdohet akoma me gropa skeptike. Të merren konsiderat mbajtja e premtimit për uljen e TVSH-s 90% për operatorët turistik të cilët zhvillojnë aktivitetin e tyre në zona ku po zbatojnë projektet e infrastrukturës dhe turizmit nga bashkia dhe qeveria. Taksa e fjetës, city tax, të jetë në masën 100 lek, nuk ka efekte negative në buxhet. Në planet e hershme të qeverisë, ishte menduar që TVSH-ja për turizmin të ishte në masën nga 7 deri në 10%. Por zbardhja e plotë e paketës fiskale tregon se ky plan nuk është materializuar. Sot, vendet fqinje si Maqedonia aplikojnë TVSH për turizmin në nivelin 5%. Greqia 6.5%, Malizi 7% dhe Italia 8%. Operatorët turistik kanë kërkuar nga pushteti lokal dhe qendror uljen e vlerave të taksimit për këtë vit, për shkak të pjesës më të madhe të tyre ka rezultuar pasiv, një fenomen i pranuar edhe nga Drejtoria Rajonale të Tatimeve në Vlorë, për shkak të zgjatjes në kohë të punimeve të ndryshme. Prandaj, si deputet, rekomandoj krijimin e një fondi subvencioni për të kompensuar bizneset të cilat janë ndjekuar nga punimet e të zgjatura. Sektori turizmit ka qenë mbështetje e zhvillimit të qytetit, por tashmë ndihet i zhvlerësuar nga qeveria qendrore aktuale. Si mund të jemi ne konkurrues në rajon kur kemi taksën e TVSH-s dhe taksat vendore 2-3 herë më të larta se sa ato të rajonit. Në qarkun e Vlorës punohet mesatarisht 40 ditë në vit. Dhe kjo duket e qartë në interesin e investitorëve të cilët prej vitesh investojnë në pallate e banimi, ndërkohë që kemi vetëm 5-6 hotele në kushte të përshtatshme. Të nderuar kolegë, qeveria e Shqipërisë ka vizionin, kapacitetin politik dhe intelektual dhe është plotësisht përgjegjëse për të bërë gjitha ndryshimet dhe reformat e nevojshme për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm dhe planifikimin territorial dhe rajonal, për zhvillim me sukses të këtyre projekteve shumë të mirëpritura nga komuniteti vlonjat dhe sektori turizmit. Por kërkohet që të krijohet një koordinim me grupet e interesit, pasi në fund të fundit janë ata që shqyrsin Vlorën si destinacion turistik. Vlora nuk mund të bëhet mbretëresha e turizmit në kapacitetet të ulta akomodimi dhe me taksat të larta në krahun tjetër, apo me plane të cilat anullojnë njëra tjetrën dhe nuk përfundojnë kurrë. Ne kemi menduar se Vlora do ishte një qytet punësimi masiv, duke rekrutuar punonjës të specializuar edhe nga visit të tjera të Shqipërisë, por realiteti tregon se vlonjatët tashmë po emigrojnë akoma. Si mund të rezistojnë ata krizës pafund, kur ndihen të braktisur nga të gjithë? Ndaj ju propozoj rishikimin e shpërndarjes së fondit dhe përfshirjen e Bashkisë Vlorë si përfituese kryesore të këtij buxheti. Ju falenderit.